Jemi rikthyer nderuar televizikues. Në këtë pjesë do të flasim për dy partitë e mëdha kryesisht. Të parin për doktorin, sepse ai për shumë protagonist në orët e fundit, të ditët e fundit dhe orët e fundit preç. Ka një protagonizëm shumë të madh doktori, ai e ka patur vazhdimisht, po e ka rritur protagonizmin. Do të flasim pastaj për këto problematika, thamë, dhe do të flasim edhe për kodin zgjedhor, të cilin tani ata po e përpunojnë dy partitë e mëdha, edhe pse bëjnë sikur zihen fort me njëri tjetrin, ata shqyen me njëri tjetrin, po bëjnë një kod që Arlindi për shembull mos e kaloj traun. Të përpiqen të mos e kaloj traun, këto partitë e reja Arlindin e kanë në studio, ndaj po themun. Por të mos e kaloj traun që të mbeten këta trashëgimin që kanë, partitë i kanë, edhe Dashi të mos e kaloj traun, se edhe Dashi ne kanë këtu. Po Dashi edhe po se kaloj traun nuk pyet shumë për këta. E kupton? I kalon kështu me qesëndit të gjitha këto e të gjithë si në këto veprat e këtyre amerikano-latinëve që i tregojnë të gjitha gjërat dhe nuk habiten. Tani kemi ne radhën, se ata nuk janë më ashtu, ky realizim magjik. Tani, të ftuar pra, unë i prezantova në direkt një pjesë të tyre, Alind Qori dhe Shamir Shehi, faleminderit shumë. Pres Zogaj dhe Andi Bushati në lidhje direkte, kur të vi momenti, të pjesa ku do të flasim për median, se median tani por qajnë shumë për median të dy palët, doktori dhe Edi Rama, por qajnë kotë se ata e kanë vetë, median. Qarje e çuditshme shumë, dhe do në ndihmoj këtu përveç të ftuarve dhe Koloredo Cukali, kryetari i Këshillit Shqiptar të Medias, i cili do të lidhet me ne, do ta lidhni kur të jetë momenti, po dhe Erl Murati, gazetar, në News 24 se kanë goditur dhe Irfanin. Doktori ka goditur Irfanin shumë, Irfanin Shembelliun. Irfani akoma nuk e kupton se pse. Vetëm ngushëllohet me këtë që unë thot jam si Trumpi, jo jam si Trumpi, po me që goditin Trumpin, si gjithë, edhe unë i pranoj këto goditje, thot, nga dyja palët. E forcojnë. Edhe nga e drama, bampe drama këte, prishë, itmerë, pallatet e gjitha këto, pasi kishin patur dhe gjithat misi, bamp tani doktori, për këtë doktorit se kupton do të fare. Dhe ishe shumë i befasuar dhe unë dhe Merike, dhe unë do të trajtoj për të gjitha këto arsye. Kam vendosur, po me që kemi dhe temën. Tani, fillojmë tani me pikën e parë. Zoti Zogaj, doktori, përfundimisht u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike, po jo formalisht. Ai është tani. Por ai, disa kohë më parë, rreth 7 vjet më parë, ka demaskuar shumë fort zgjedhjet me një kandidat. Nuk ka lënë gjë pa thënë, për zgjedhjet me një kandidat. Dhe ndërsa është turp i madh, thot ai, e ka demaskuar, duke thënë është një turp i madh zgjedhjet me një kandidat. Dhe ndërkohë, ai tani thotë janë zgjedhjet më të mira këto. Pra doktori çfarë thotë sot, nesër nuk e thotë. Tani, ja ta ndjekim, sinkron. Berisha për zgjedhjet moniste dhe për zgjedhjet tani. Cili do që mendon, le të rikujtoj pak Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut, vendimet e Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut për zgjedhjet, për votën, për elektorët, për të gjitha këto. Ato vendime hedhin poshtë me përçmim si antidemokratike, zgjedhjet moniste, zgjedhjet pa alternativë, pa kandidat. Cili do që mbështet, do të mulo cili do që bën atë që mund të thot atë që thoni ju, do të mbulohet nga turpi i historisë. Ky është një vend i lirë. Të garantoj që Partia Demokratike ka garën më të ndershme dhe formën më demokratike të garës që mund të ekzistojë. Vetëm se kërkoj të mos bini viktim e propagandës të atyre që nga viti 2009 kanë zhdukur votën e lirë në parti, nuk kanë me votë lirë dhe kanë mobilizuar këto kohë mafjen më të rrezikshme se mafja e kokainës kundër Partisë Demokratike. Pra, edhe njerë, Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumtat, Parti Demokratike në Europë dhe në botë që kryetarin e zgjedh direkt me votën e antarësisë. Pra,
Endoj që Zoti Dashi ti çfarë mendon për këtë që pe tani? Doktori thotë turpi ma, thotë, zgjedhet me një kandidat dhe tani thotë të janë zgjedhjet më të ndershme që janë bërë ndonjëherë me një kandidat. Si kupton tani ti? Që me thonë drejtën, unë se kuptoj hiç këtë punë, po s'ka një vlerë kjo. Edhe pse nuk e kupton. Gjithë kjo muhabet, me thonë drejtën, është pa një vlerë, reale, politike. Atje dihet që është doktor. Dihet, edhe doktori do jetë. Shumë në këtë gjë. Edhe do ishe më ndershme që atyre demokratëve që votojnë e që do bëjnë kongresin, t'ja kurseni këtë lloj teatri para zgjedhore. Këto na japin, të ushqim na japin tash. Ta mbyllshin në këtë lloj historie, se jo pasaj bigji njerëzit të jenë budallë, kupto. Ai do zgjedhet, atë dun, kupto, realiteti politik është ky konkret. Unë s'jam dakord hiç, por ky është realiteti. Po të paktën këtë pjesën e teatrit që kjo është demokratike. A donin me bëj gjë formalisht? Kështu, sa për ta mbyll paktën kornizën statutore, po them, ta zbatonin, unë ja kam sugjeru mendimin tim edhe me kohë. Merr një nga ato deputetët që janë aty, më dinjitos, s'ka për të humbur as mandatin asgjë, vëre paralel që të paktën ajo korniza e kësajt, atje tablojet mbyllet nga ana formale të paktën që u vu një kandidat tjetër, ka atje sa dush, ka 50 deputetë që mund ta bënin. Me këto personazhe që fusin që nxjerrën. Ka humbur nervat. Mund ta bënin fare mirë këtë punë. Mund të vijë Gazibardi aty për shembull. Nuk i prishte punë kërkujt. Për të qenë demokratike ato zgjedhje aty duhet të votonin me ato që janë kundërshtar me kryetarin aktual, sa ajo do kishte i farë vlere. Pamërësisht ku e di unë Saljani po e zejmë, atje nështë adhaj si mosh ato kushtet ligjore, se jo ka qenë dënume, s'ka qenë. Po në qofë se do bëjshë i garë politike që njerëzit aty, po si duket kjo si leverdis, pse? Nuk është puna se ato dunë Saljanin, ato që votojnë. Ato janë tregu si lakmusi që kjo pjesë nuk donë Berishën edhe kësaj i tramben ato. Kjo është gjithë realiteti. Po të vejnë një njeri aty që do mbledhi një strumbullar tjetër, që sigurisht ma i vogël, se s'bëhet fjallë për të fitu, po do identifikoj atë grupin që s'është ma për qarë kryetarit. Por të thash gjithsesi, kështu si e kam pru këtë realitet, ma mirë të mbëllën këtë histori i ditë më përpara, dhe të rikthejmë politikës, se kjo s'është politikë, po të rikthejmë politikë për çfarë? Për ato temat të rëndësishme që ka vëndi. Ta thashë për reforma administrative, që është më afër se tjerat, për ligjin për zgjedhjet lokale, për ligjin për gjithë të temat që janë temat do të rregullojnë. Ka përpara vëndi. Kjo lloj historie se kush është i pari, po se kush është i dyti, se kush do fitoj, që u bë 5 vjetë kjo. Do me thënë, janë marrë me këtë betejën e mbrëndshme, një energjim, kohë, kanë msha e bështy njëri tjetërin, sa që janë bërë keq, unë them që ta mbyllën këtë histori dhe shqyqyrë që mbyllët është i mbrënda mujtë, të shikojmë si do reagojnë të shi, Berisha me mbyllën me pra, kuptoti, po unë për them, ta mbyllën edhe këshu formalisht. A do ketë tema tjera më brënda, qëfar do thonë kongres, qëfar do thotë kështë të trija kur të marri mandatin tjetër. Atjere do shikojmë, qa mund shikojmë edhe unë, jo ti trembe, se si trembe kur gjëja, po ti e sigur që do ndodhi këshu, si që po them, unë do thotë që mu më ka dhëmë populli, opozitar, mandat 4 vjeqar, si me thonë, do legalizoj atë për të ardhmen kjo, këto. Më ka dhënë mandatin moral që parëzu, narkoshtetin, unë nuk mund të largohem se kjo është misioni hyjnor që i ka marrë. Nga këto muhabete, këto janë më të rrezikshme se sa kjo që do ndodhi përpara. Kjo që do ndodhi përpara ka ndodhur. Nuk është më në të ardhmen. Kuptoni që është në të shkumen. Po ta marrim kështu nga ana gjusore. Them që s'kemi unë paktën për vete me këtë lloj komenti se na ka dalë për natë. Çfarë mendojmë? Këtë mendojmë, kjo është pysim të 4, edhe do të largohemi se po edhe do të jemi edhe më vonë derisa të formalizohet doktori.
Dhe do vazhdojmë zëdhen se doktorin dhe dramën kemi këtu dalë. Një i tjetër nuk kemi. Me këto meremi dhe ne të shkretët. Dhe këta që do t'i ndalojnë tani, do t'u bëjnë dhe praget gjitha, Arlindit e këtyre. Do t'i presh tani e dëgjove 7 vjetë më para, i thoshtë e turp i madh, thoshtë, s'ka turp më të madh, thoshtë, kandidoj vetëm një njeri. Tani, është zgjidhja, gjeja me mirë, liria me madhe, thot tani. Si e spjegon t'i këtë? Berisha ka folë shumë drejt para sa vjetësh, kur ka folë aty. Para 7 vjetësh të vërtetën të ati? Shumë e drejt ajo që ka thënë të vërtetën, në një rrethan që i ka ardhë për shtatë ati, por ajo është një e vërtet për te çdo rrethane. është një e vërtet absolute. Zgjedhet me një kandidat janë një pafitërsi. Zgjedhet me një kandidat janë bërë vetëm komunizëm, po ato s'quhen zgjedhje sekretari i parë, me herë ato janë vetë zgjedhje, nuk janë zgjedhje. Emrime. Por një turm aty, një kazermë, dhe me thënë, broret, dhe ai vetë zgjedhje. Zgjedhje me një kandidat, ka dhe në demokraci, kur kryetari një partie fiton zgjedhjet. Edhe nuk merr një vot besim simbolik, por zakonisht nuk votohet, pavarësisht se Rama edhe këtë klishe, Nano e ka thyrë dhe këtë klishe, se duke qenë kryetari një partie fituese, praktikisht ai ka bërë 2 herë zgjedhje me kandidat real. Një herë në vitin 1999 me Pandeli Majkun dhe pastaj në vitin 2003 me Edi Ramën dhe Recep Mejdani, një garë shumë e fortë, një garë me figura shumë e peshë. Duke qenë Nano kryetar, pra ai ka bërë një gjë që s'e ka bërë kush. Ndërkohë, Partia Socialiste ka heq fare dhe vot besimin simbolik, sepse ka vu një nen aty që kush fiton, sidomos tani që zgjidhem një antar një vot, nuk shkon fare në zgjedhje, kurse në opozit gjithmonë shkohet me shumë kandidat, mund të ndodhë dhe në opozit që të mos ketë zgjedhje me shumë kandidat, por vetëm me një kandidat, kur nuk del kërkush, zoti Ylli. Po. Në rastin konkret, kanë dalë 4 kandidat. 4 kanë njëri antari i kryesisë Partisë Demokratike, tjetra Qerë Saljani, tjetra një antare forumesh, një demokrat, një politikan e re, unë e kam njoftë kur bënte mbrojtjen e diplomës, edhe ka pas një tezë masterja doktoraturës, se kam parasysh, për shumë e përgatitur dhe ajo, me qëndrimet e veta. Zonja Kokalare njohem gjithë që ka qenë një nga protagonistët e lëvizjes për i themelim, kemi bërë debate në për studio, debate, diskutime, ajo ka marrë qëndrimin e vetë, pas ta erdhi Meremja, e cila nuk ishte ashtu si që parashiku nga bushatin e emisionin e kaluar, Meremja ishte serioze, ajo kandidoi, edhe Meremja ka lexuar statutin, ka parë aty që i lindë drejta, me sa kuptova unë, dhe ajo po ndjek dhe në gjykat. Pra kishte kandidat. Tani, Partia Demokratike ka gjetë një justifikim për t'i eliminuar qëtë 4, por për këtë do gjenë diçka, si dje kur si ishte kandidat, ishte hero, i hero në burg, Saljani ka bërë burg për Partinë Demokratike, të ndërtetën. Në burg pasaj ke stakon njëri, por ka bërë burg për partinë, për një kauzë, kauzën babalet Partisë Demokratike. E kanë heroizuar ata vetë, jo unë, e kanë heroizuar Basha, Berisha me shok. Tani në momentin që ajë zbret nga arë, tani kthehet përmbys gjithë historie, s'është më heroj, por është shoku i kriminalëve, kjo nuk më gjithë kërkund. Edhe kjo bile edhe kur thuhet kështu, duhet ketë forume, duhet ketë organe aty që duhet ta faktojnë. E njëjta gjë edhe me tjerët. Dhe aty askush nuk guxon, edhe se mund të ketë njerëz që e kanë ambicien dhe kanë dhe përgjegjësinë për të kandiduar për zgjedhjen e kryetarit të partisë në një parti e cila po humb zgjedhjet prej radhës, 7 palë zgjedhje ka humb që nga 2013 këtej. Pra, dhe ata që janë aty një përgjegjësi duhet ta kenë ata që kanë ngel, po askush guxon se e dinë që po doli thonë prit se ty kemi pa në filan vend, kjo s'maron kurrë. Pra, praktikisht, Berisha ka pas shumë të drejtë para 7 vjeç, por deklarata tani është thellësisht autodemaskuese. Qartë. Busha tani që
që u eliminuan të gjithë tani edhe merrjemja dhe disa orë kryetari, u diskutuam në edhe herën e parë, disa orë e shpalli Flamuri, tha, por la një të dyshoj ai që dhe mund mos ishte merrjemja. E hoqë dhe merrjemjen përfundimisht dhe aty u përjashtua dhe ajo, ç'mendon ti tani për këtë punë? Mbaroi kjo punë, mbaruar ishte, e kupton. Ja ku e kemi merrjemjen, po merrjemja është vërtet apo kanë vënë kështu këta? Merrjemja. Inteligjenca artificiale. Po bërë inteligenca tua? Na yri inteligenca pret çdo, do të dash inteligenca në shmendi. Inteligenca artificiale. Ja Flamuri, po Flamuri nuk e merr dot inteligenca artificiale. Ajo s'duket shumë. E kap Flamurin inteligenca artificiale? Ja. Vallai, po ta gjykoj si foto, ajo më duket para epokës e inteligjencës artificiale, po kjo ka pak rëndësi. Po. Tani, dy gjëra. Të kërkosh koherencë në qëndrimet e Berishës është misioni pamundur, është pasaj tallesh me veten. Nuk ka politikan në botë që ka 3 dekada në pushtet dhe ruan koherencën. Boll kjo që mos e diskutojmë atë më tepër. Por për hir të vërtetës, në fakt, deklarata që keni marrë ju ka një problem. Po. Sepse Berisha i sotëm është para zgjedhjeve partijake. Deklaratën e ka për zgjedhje nacionale. Për zgjedhjet lokale 2019 Partia Socialiste futi ka një. Ka një ndryshim të madh. Parimi është po ai. Rregullisht po ai, unë dikush ma tha mua që Bushati do ta thotë këtë. Po patjetër. Kur e bën. Jo, mirë bëre që e the. Dhe bëre shumë mirë, po është e njëjta gjë. Jo, pse? Do ta shpjegoj. Ma shpjego. Jam dakord që demokracia shëndoshet dhe pluralizmi forcohet përmes partive politike, demokratike dhe pluraliste. Pa asnjë diskutim. Edhe dikush më tha. Por bashkëpunëtori im Rozhani tha, sapo bënim me këtë, tha, Bushati do ta thotë ata që janë zgjedhje të ndryshme. Sepse atëherë Rozhani e paska ditur manipulimin. Si ishte manipulimi? Ja pra ta. Unë e mora nga të tjerët, më e. Se kjo është botuar. Atëherë ke marrë kalk manipulimin e dikujt tjetër. Mos shpjegosh ta kuptoj unë. Ose jam unë budalla tani ose tani po më le se nisa më fute Rozhani. Po kjo ka shpjegim thjesht. Të thjesht pra. Po thuaj pra. Dhe unë thash. Ku ndryshon këtu gjëja? Konteksti thotë se ka zgjedhje. Do me thënë. Me një kandidat zgjedhje vetë. Franca. Ka qenë drejt ajo. Ka qenë drejt. Franca ka një parti që gjithmonë zgjedh Le Peni dhe kur vdes Le Peni zgjedh e bien. Por Franca vetë është një vend demokratik dhe pluralist, sepse pavarësisht se një apo dy parti, si një parti tjetër e të majtë zgjedhin po për herë të njëjtin njeri, kur bëhet gara nacionale, pluralizmi nuk azgjesohet. Pra denoncimi i Berishës është për azgjesim pluralizmi në shkallë kombëtare. Në shkallë nuk është i pëlqyeshëm në shkallë partijake, po nuk është rrezik për vendin. Pra, ka diferencë të madhe midis dy qëndrimeve. Për të qenë saktë, tani e treta. Unë nuk jam dakord dhe me këtë punë e 5 kandidatëve. Nuk ka parti serioze në botë që lejon kandidat karagjoz të konkurojnë. Mëkati i Berishës dhe i PD-s është që nuk la Salianin. Gjithë të tjerët ishin palaçot PS-s. Problemi është ku kishte vërtet një kontradikt, një përplasje, ishte Saliani. Dhe PD-ja demaskoi veten me atë artificin, tha, ky nuk bën, tha, këtë e shpallën armik, tha, se ky ri me banditët, tha, këtë ka dal nga burgu pa leje, kjo ishte absurde. Pra, në qoftë se duam t'i bëjmë kritikën PD-s, t'i bëjmë kritikën se pengoj Saliani, po se pengoj Meremen, a pengoj atë Brunetën që kishe ti këtu për para në studio, bëri shumë mirë. Sepse kandidat karagjoz që ti sponsorizon Edi Rama, ti nuk mund t'i pranosh ngarë. Dhe prandaj zakonisht partit bëjnë dhe kur fusin njerëz ngarë. Po e di këtë që është karagjoz.
Si ke këtu më valla. Se di tani, dhe asun se dikte, po... Nga ditë që në Karagjoze, Bruneta, që si ke këtu, do t'jenë këtu, valla, se na implikon dhe ne tani duke përdor epitete për njerëz që s'janë këtu. Ti e mbroj dhe Jo, unë e mbroj për të pëlqejnë diplomat ato, dakord. Unë e njoh për atë kohë dhe kam dëgju vjeta par vjet që ka qenë primare dhe Partisë Demokratike dhe ka dalë me votat, dhe anë mund të lidhet, për kam dëgju që ka qenë mirë në primare. Të merremi me parimin. Kush është parimi? Në një parti, pra njeriun që e kishe numrin 2 grupit parlamentar, që e ke bërë kauza për burg, ti në mënyrë absurde nuk mundet t'ja mohosh garën. Por, çfarë bëjnë partitë serioze, ti që të konkurosh në një partit madhe, duhet mbledhësh o disa firma, grup seksionesh, nuk mund dali njeri nga rruga dhe të thot, unë jam kandidat kundër Edi Ramës. Nuk ndodh kjo. Pra, me Salianin, kur e përjashtuan, është gara falso. Pastaj, këti falsiteti se do t'i shtoj propagandë dhe rilindja, nuk është tem që ja vlen diskutohet, mendoj. Po, Arlind? Ti si e shek këtë, ti e një parti tjetër tani, e gjithë, sa të lejon etika. Po, mund të them dy... Thua dy gjëra, sa të lejon etika. Edhe Dashit dhe ty të njës. Leta nisim nga një problem... Po Dashi ka qenë aty brenda dhe... Leta nisim nga një problem që nuk është shumë i dukshëm, por unë besoj është akoma dhe me i rëndë. Fakti që Edi Rama Bifera ka në kryet PS-s, 21 vjet, po bëhet gjysma kohës Enver Hoxhës në kryet PPSH-s. Dhe po vazhduan punët kështu, ai projektohet edhe në 20 vjeçarin e ardhshëm, dhe është edhe më i ri se Berisha në këtë moshë. Rama ka hiqësuar zgjedhjet në partinë e vetë, pra as sa për sy e faqe nuk garon brenda partisë vetë, që në momentin që ka marrë partinë në 2005-ën, zgjedhjet e ardhshme i organizoi me kandidat kukull, sepse midis garës me një kandidat që përjashton rivalët, apo garës me një kandidat kukull, nuk është se ka një diferencë të madhe. Dhe të dyja janë pasade të demokracisë. Tani shkojmë tek Berisha. Këtu jemi konkretisht. Tu argumentimi është besoj në qikë më interesant e rasti Berishës. Zgjedhjet e sotme në PD për kryetar nuk janë për kryetarin e sotëm PD-s, janë për kryetarin e ardhshëm PD-s. Pra, Berisha që ka përjashtuar Salianin me shok, nuk besoj se i ka përjashtuar se ata do i merrnin partinë në të gjallë. Po. Frika ti është kush dhe a marrë partinë në të vdekur ti. Pra, problemi me PD-n është se Berisha është sot kryetar dhe do të vdes në atë parti, sepse ata që janë rreth e rrotullti, gjithnjë e më pak, e kanë pranuar si udhëheqës legjendar që praktikisht shkon nga humbja në humbje, po në imagjinatën e tyre është gjithmonë një hap larg fitores përfundimtare. Problemi i rivalizimit Berishës brenda PD-s është që një kandidat relativisht serioz brenda asaj partie që do ta sfidonte Berishën, mbas zgjedhjeve që do të humbte, do dilte si zëvendës kryetari de facto i partisë. Pra do dilte si pasardhësi më i mundshëm i Berishës. Dhe pyetja shtrohet, a mund të lejoj Berisha një kryetar në hije, një kryetar të ardhshëm që nuk e përcakton ai? Dhe unë dua t'i referohem çik tani, më lejo të bëj vetëm 30 sekonda teori politike. Se i kam qik për zemër. Thomas Hobbes është një mendimtar politik i shekullit 17 anglez, dhe flet për sovranitetin, pushtetin absolut sovranit. Dhe thot Hobbesi, sovrani vërtet është ai që kontrollon jo vetëm tashmen, por edhe të ardhmen. Sovrani vërtet është ai që ka drejtën të emërojë pasardhësin e vet dhe ta ndryshojë mendimin deri ditën e fundit të jetës tij. Pra praktikisht Berisha me këtë lëvizje do që deri në shtratën e vdekjes ta ketë ai në dorë se kush do të jetë pasardhësi i tij. Dhe po të lejonte garë brenda PD-s, pra një rival brenda PD-s, që do të merrte 20% votave apo 30% votave, nuk është ai do rrezonte Berishën sot, po ai do të rrezonte Berishën nesër. Prandaj logjika e Berishës nga plana politike është dhe më e pervertuar, sepse ai praktikisht, me sa kuptoj unë, do ta kontrollojë partinë jo vetëm në këtë jetë, po edhe në jetën tjetër, jo vetëm në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Dhe kjo është një sëmundje udhëheqëse totalitar. Apo autokrat. E ka për monarkinë, ajo për monarkinë, pra dakord, e marr në zënë nga monarkinë normale. Pra, monarku absolut, ndryshe nga monarkitë e tjera, që linjat trashëgimisë kanë përcaktuar me ligj, pra që është fëmia i parë apo djali i parë, monarku absolut, thot Hobbesi, duhet të jetë ai i cili përcakton këtë doj qefi si pasardhës. Ajo është e drejtë. Dhe monarkia, ose në logjikën e monarkia absolute. Tani problemi është mënyra se si organizohen partitë politike, PS-ja apo PD-ja, është e tillë
na ka mësuar Enver Hoxha këtë kur la Ramizalin. Do të na mësoj, besoj Edi Rama në vazhdimsi, po na mëson Sali Berisha, është që kryetari i përjetshëm, pavarësisht se rrin pushtet deri ditën e fundit të jetës tij, është ai që përcakton dhe pasardhësin. Dhe problemi i Berishës me rivalët brenda partisë është që mos i lër hapësirë askujt që të thotë jam unë pasardhësi yt pa marrë lejen tënde. Vetëm një shtojc, mund ta bëj? Këtë dua të them. Dhe për të bërë përsëri një analogji me Ramën e fundit që them, se është kollaj tallesh me Berishën se është vërtet në ditë halli, domethënë është bërë për të qeshur, se për të qarë na ka pas bërë dikur, tani është bërë për të qeshur. Hidheni syt nga kampi tjetër. Edi Rama, unë s'kam një lloj respekti për Elisa Spiropalin, po Edi Rama vajti i tha zonjës Spiropali që guxove shkruajt e prapë në Facebook, unë do të përjashtoj nga partia. Do jetë herë e fundit. Tani ku ka parti në një kontekst minimalisht demokratik që kryetari i partisë i thot një deputete, i thot që po guxove shkruajt me aluzione, me insinuata në Facebook, unë do të përjashtoj nga partia. Apo kryetari i partisë shkon aty në Gjirokastër, del aty ande një vulhumbur i thot unë jam ushtari yt o komandant, edhe ai e sikterist, si mos më keq pa minimumin e respektit midis njerëzve. Pa këtu problemi i kalbjes në pushtet, i ushtrimit autoritarist pushtetit është i gjithanshëm, edhe sigurisht kjo reflekton dhe mënyrën se si këto parti trajtojnë shtetin kur marrin pushtetin politik. Në që se më dhe lejni dhe, e që do e shtojnë, këto janë sakta, po do thoja që këtu tani ne po arsytojmë me logjikën e demokracisë, jo të monarkisë dhe e tjerë, as të shembujve negativ, sepse delegimi i pushtetit tek një delfin nuk ka rezultuar askund një veprim që ka rritur partinë ose ka qenë partinë në fitore. Në gjithë Evropën, paka shumë... Kur interesi është interesi kolektiv, kur interesi personal... Paka shumë në partitë politike evropiane, pasuesit e liderëve historik, në përgjithësi kanë konsumuar dhe konflikte brenda partisë dhe ata e quajnë partinë, pastaj e bëjnë prapë shumicë. Kemi rastin në Shqipëri që Edi Rama ka ardhur në krye të partisë jo si delfin i Fatosnanës. Përkundrazi, ka ardhur si një lloj kundërshtari i tij, bile e ka bërë fushat, po ta them me bindjen në 2005 për humbjen e Fatosnanës. Në mënyrën e vet. Dhe Ilir Metis pastaj. Pra aty kanë qenë dy kandidatë, Recep Mejdani dhe Edi Rama. Po, mua më kujton shumë detaje nga kjo. Ke drejt shumë. Dhe ai erdhi si një njeri që nuk ka dalë, si më thënë, nga shprëngejt e partisë vjetër dhe nuk ka dalë as nga sqellla dhe kryetarit që po e dorëzon. Dhe kjo ka qenë pozitive për të ardhmen. Dhe kjo dhe shqetësimi im është ky që ne kemi një opozitë, opozita më e madhe. Nuk mund ta imagjinojmë rotacionin me një parti demokratike të vogël spaku për sot. Kto janë skema zvogëlimi të partisë më të madhe të opozitës që do të peshqesh më të madh. Dhurat më të madhe kundërshtarit nuk mund t'i bërë, se sa të ndjekësh skema që e bëjnë partinë më të vogël. Kjo nuk është vetëm një shqetësim kjo është një shqetësim qytetar, sepse Shqipëria ka nevojë për rotacion bashkë për ato arsye që thu ti, për rotacionin nga qiellit vjen, po nuk u rrit partia e madhe, bashkë me juve edhe me partitë e tjera, rotacion s'do kemi, sepse rotacioni vjen vetëm kur opozita kthehet në pushtet, nuk vjen se dikush ta jep dorë këtë situatë. Në këtë sens them unë që ne diskutojmë prapë këtë gjë, pavarësisht se është temë stërkonsumuar me këtë shqetësim. Tani, pra, paka shumë kisha pyetës fundit, po e shpjegoj Arlindi. Ose më mirë themi, paka shumë jemi te kjo ide që doktori fiton kur të doj aty. Por, arsyeja që pse largohen, Saliani në rasti konkret, se Bushati tha nënvizoj këta të tjerët që nuk është se mund të fitojnë ata. Ose kanë rëndësi. Dhe fakti që nuk i lejon kandidatët është për pas këtyre zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve. Thotë Qori, Djeta dhe... Nuk është ja rrezikojnë ata pushtetin. Nuk ja rrezikojnë asgjë, por rrezikojnë nesër. Kjo parti duhet gjithmonë, thotë. Dikush që e ka si pronë, do gjithmonë. Ti ikim thoni nga ky moment dhe të kalojmë në një moment tjetër më të rëndësishëm. Më të rëndësishëm, barabar të rëndësishëm. Një lloj janë gjitha këto. Media tani është vënë në fokus të media me të mira dhe të këqijat e veta, të
ka të mira media në Shqipëri, shumë, por ka dhe të këqija shumë. Jemi realist, por është vënë në fokus dhe në goditje në mënyrë të hapur dhe të drejtë për drejtë të Sali Berishës, por dhe të Edi Ramës. Ne përpritjemi të shohim këtë, ç'është ky proces, ç'është kjo ngjarje tani, sepse kemi një problem tjetër. Media është pak a shumë aleate e fortë dhe afërt së pari Edi Ramës, pjesa dërmuese e bushate e kësaj media, dhe aleate edhe Sali Berishës, që i liron një pjesë e mirë e saj, sepse këta media, pjesa dërmuese e medias tonë, atë që ne kemi krijuar, kalon në përgjithsisht, siç kalojnë kriminalet këtu, siç kalojnë Erlind të gjithë, kalon me më të fortin. Tani është pjesa dërmuese është me pushtetin. Që me pushtetin ka qenë? Kur ka qenë pushtet? Pushtet këte, kalon këte. Ka dhe media që e ka të afërt, për shembull siç ka televizionin e vetë Sali Berisha, që bën aty, siç e kanë, por që s'ka mundësi ta ketë Erlindi, s'ka mundësi ta ketë tjetri, këto partitë e reja. Tani ne në këtë plan do të diskutojmë që pse u ka hipur këtyre dhe çfarë duan, çfarë i shqetëson. Berisha tani thamë në fillim ka filluar një sulm të madh kundër mediave ndryshme, ka filluar të bërtas shumë fort. Pse? Çfarë ka ndodhur? Kemi doktorin mes mikrofonave tani, që vërtet vazhdimisht nuk e keni ashtu. Në të vërtet tani Rama dhe Berisha janë pronarë të real, tham, të kësaj media jakojve. Doktori është gjithmonë me ngjezë drejt darkë. Vetëm Irfani ka filluar të largoj nga bërtitja e përditshme, shumë orë që merr doktori ditën, sepse shau drejt për drejt Irfanin, që do ta themin e pak më vonë. Pra, këta janë pronarë real, nuk janë formal, po Edi Rama i pari, po dhe doktori, janë pronarë real të kësaj media. Ç'kan që bërtasin kaq fort tani? Tani, se dhe sa njerëzit këta dalin aq shumë, sa njerëzit kanë tremen dhe mbyllin televizor. Mua më ndodhi e tregova herën e kaluar, këtu, dori doktori një të shtunë, po dori një 5-6 herë. Edhe unë dola me vrap të liqeni. Sa dola të liqeni filloj Hoxha preq. Një këngë të gjatë, që fillon Hoxha, dhe edhe këte, doktori këte Hoxha, mbeta, ngrita duat lartë, dashi. Tani, sa fajtor janë Rama dhe Berisha, si është gjendja e media sot tani? Bushat si e mendon ti? Ti e një, në këto 35 vjetë, ke një nga analistët e njohur, ti s'ke qef të mburjet, unë do të thosha dhe në mburje, po nuk ti them. Po, nga më të njohurit. Ç'është për ty media sot? 35 vjetë jetë. Një media 35 vjeçare. Ç'është për ty sot? Kur flas media, flas për mediat e mëdha, se ka gazetar, ka media të vogla, është në ditën e vetë më të zezë, them unë, dhe nuk di a meriton emrin media, pra a shërben më për të informuar dhe për të thënë disa të vërteta publiku. Jo, për mua është kthyer në një makineri propagande dhe manipulative. Kur flas, thashe, për televizionet e mëdha. Dhe është ajo që thatë ju, pra ka pasur, si të thush, një dialog në distancë midis Saliut dhe Ramës. Saliu thot që këtu mediat i ka kap gjitha pushteti. Gjë që është e vërtet. Po ku manipulon Berisha? Të bësh një radiografi të medjave dhe të merresh me mediat e Irfanit që e kanë sfilitur dhe mos guxosh të përmendësh Klanin, për shembull, që është makineria kryesore e propagandës, do me thënë minimumi ti je hipokrit dhe je i pabesueshëm. Pra, edhe me mediat Berisha bën në një farë mënyre atë që bën me oligarkët. Përmend 2 dhe s'përmend 7. Pra, e keni dëgjuar Berishën në sa vjet u bën 12 vjet opozit kritikoj në njerë të Vëklanin? 0. Ndërkohë që nuk ka njeri që hap telekomandën që nuk e di që sot makineria kryesore e propagandës të Edi Ramës është Klani dhe Topi.
atëre këtu Berisha u mbet besueshmëri. Nga ana tjetër, çfarë thot Rama? Rama ka një narrativ komplet tjetër. Këtu thot mediat janë aq të lira sa abuzojnë me lirinë e tyre. Dhe nxori ato statistikat para 2-3 ditësh, që këtu vendin më të madh në media e ka Berisha dhe opozita, që këtu kryesisht titujt kritik janë kundër qeverisë e tjerë e tjerë. Por dhe këtu Rama manipulon se çështja e mediave nuk është statistik. Çështja e mediave është qëndrim i medias vetë. Është informim për gjërat vërteta, jo sa minuta i jep Ramës dhe sa minuta i jep Berishës. Nuk është as matematika, statistik. Çështja e mediave është kur shkon Arlindi në një minier që të denoncoj një skandal, ose në një kantier ndërtimi që të denoncoj vdekje në një punëtori atje dhe se jep as një media. Pra këtu nuk është çështje që sakoj dhe Berishës apo sakoj dhe Ramës. Për të kuptuar se çfarë media makineri manipulative kemi, është vetëm një fakt i thjeshtë. Sa kohë kemi pa parë gazetari të vërtet investigative. E mbaj mend ti kur guxove dhe ne që ishim ke emisioni yt për leckash dhe na nxorën jashtë. Unaza. Ky është sistemi i sotëm. Nxorën unaz thuj. Ky është sistemi i sotëm. Jo sa kohë jep. Doli u publikuar. Doli, po Ajo doli, po ne ikëm në unaz. ngriti valixhe tylli. Dhe ka më që atëherë, pra, kjo është kritika që mund t'i bësh qeverisë dhe të zbardhësh të vërtetën mbi gjërat që ndodhin në Shqipëri. Dhe këtu është pjesa e manipulimit që bën Rama përveç pjesës manipulimit Berishës. Preç? Paset kalëm të dy politika. Nuk kam pasion shumë që të analizoj gjithë tërsinë e problemeve të shumta që ka media, se ka shumë probleme. Nuk ka as një, as dy, as tre. Ka shumë në disa nivele. Pra nuk e kam të pasionin edhe dëshirën të analizoj në dritën e deklaratave që bëjnë dy lider politik, që janë përfaqësuesit e kastës plurale 30 vjeçare në Shqipëri, që janë natë ditën e për media. Pastaj, se si vinë, se si... Një vërtet është kjo që kur hapin televizionët, njerëzit këto i shohin për ditë gjatë, sa herë duan, kur duan, pra në qoftë se kanë një gjë për të thënë, sepse thoshte Faik Konica, o Zot, thot me mbaj gojën, thot që të mos me mbaj gojën, thot kur s'kam gjë për të thënë. Kur s'kam gjë për të thënë. Edhe këte e kanë heq fare dhe nga ajo frena e komunikimit, flasin në ditë, letë flasin, s'kam asnjë problem se çdo kush ka telekomandë, dikush shef. Kemi një pejsazh mediatik të ri që ka të bëjë me rrjetet, ku me qindra mira njerëz në një farë mënyrë marrin pjesë në formimin e opinionit publik edhe për qeverinë, edhe për opozitën, edhe për përgjithësi. Pra nuk është kaq siç ka qenë dikur, domethënë që kishte ca media dhe i analizojmë. Këtu ne jemi vetë media, më thënë që unë ti Ylli dhe Andi, kur flasim për media, ne jemi duke folë dhe për vetë. Dhe për vetë, sigurisht. Jemi duke folë për vetë. Unë punoj në një media dhe kam edhe një rol aty që quhet Mapo.al, e cila është media shumë korrekte, analitike, etike, ka këshillë etike, përpiqet, ka vështirësi, nuk ka asnjë mbështetje, sigurisht që s'ka, është opozitare, por nuk është as bishti i Partisë Demokratike. Mbështet idetë e qendrës djathtë, por nuk është bishti i Partisë Demokratike. Shembulli i medias ku jam unë vërteton vështirësitë e mëdha që ka një media korrekte për të mbijetuar në një treg ku interferojnë media që financohen në rrugë palishme me financime okulte, media që ekzistojnë me gjoba, media që ekzistojnë edhe si zgjatimet partive të qeverisë, të cilat, ata mund të zgjedhin tjenë. Jemi jo, po tani kjo ti po i thua dhe unë i kuptoj. Sepse kam 35 vjetë bashkë me ty në media. I vetëmi gazetar, ti jemi realist, se duket, sigur e me pak pasion, po nuk është shumë. I vetëmi gazetar, i cili thot vëgishtin dhe i thot me emra,
pavarësisht nga qëndrimi që mund të ketë. Shumë mund të ketë një gjë që mua më pëlqen të Bushati. Por që vëgishtin dhe i thot me emra, duhen thënë me emra këto gjëra. Se kemi 35 vjetë, shembull, unë kam një pjesë të shkurtër kohë timen që më kushton shumë dhe më vjen rend për shumë gjëra. Plis, sepse jemi njerëz publik. Sot ne jemi njerëz publik. Dhe ti, je nga njerëz më korrekt që unë njoh. Dhe unë i kam thirrur në këtë fytyrë sot edhe për këtë arsye, është një arsye shumë e rëndësishme. Që s'keni pse të mbani dhe duhet i themi, shiko, pas 35 vjetësh, këtu Berisha ka një të drejtë të madhe. Di kush është drejtë e Berishës? Po që nuk i thot me emra si thot Bushati. Zë Irfani, ka Irfani me. Ose ka pastaj nga që do të ti nga Irfani, thot emrin Doçi, thot emrin Poçi, thot emrin Karla. Dhe ndërkohë, nuk vete atje ku duhet vejtë emrat i ta Bushati. Se ai ka të drejtë për pronarët, Saliu. Po, të drejtën ai e shpërdoron në mënyrën absolute kur kalon të emrat. Ata që i ka patur në shërbime, gjitha nuk i thot. Kështu që ne duhet i themi preç, i themi me emra, me mbi emra, dhe letë na vi rend, më edhe mua. Ka disa gjëra që më vjen rend, më o preç. Jeta është e ngarkuar me të mirat, edhe gabimet që mund të kesh bërë gjitha, dhe kjo është një gjë, duhet ta themi. Unë them këtë, fëse po flasim. Unë them e para, qeveria ka disa detyra që nuk i kryen, që kanë të bëjnë me financimet okulte, dhe me financime që bënë në mënyrë indirekte ndaj medjave që funksionojnë si media, po janë edhe, si me thënë, firma që marrin tendra. Qeveria është financusi kryesor okult, preç. Përdo? Qeveria është financusi kryesor okult që ne kemi dëgjuar në përgjime. Çunat e Belindës, parat për Karlon nga inceneratori, pra qeveria shpërndan para për t'i kthyer mediat makineri propagande. Kanë pohoj këto, ka sigurisht. Edhe qeveria, edhe media që funksionojnë edhe si kanë dhe firma private që marrin tendra, ku dhe marrin financimet ndryshme, jam dakord me këtë gjë. Ata që kanë më shumë, sepse ne jemi vetë media, thash, ne dim që këto dy media që përmend ti, janë mediat më të fuqishme në Shqipëri, kanë audiencën më të madhe, ata dhe fitojnë dhe, se nuk mund ta qosh në ekstrem që janë investitor strategjik, o preç. Janë rritë. Mirë, dakord e thashën atë. Shpun kanë gocat e Topit dhe Sandri me investitor strategjik tani. Ajo mund të bëjë, se nuk është një media, ti di media, një media mund të bëjë edhe punë tjera. Po unë jam që të ketë transparencë për këtë. Në këtë pikë bi dakord, që të ketë transparencë, të ta thot, dëgjoj, Departamenti i Shtetit, raporti BE-s, reporterët pa kufi, që pronarët kryesor të televizioneve, 5 familje që kontrollojnë 90% të audiencës, ushqen me licenca dhe leje ndërtimi dhe para publike. Ky është thelbi i shkatrimit sistemit. Jo se ata duhet bëjnë dhe në i biznes. Jam dakord me këtë gjë, po ti dhe unë, asë unë si jam politikan, kur du të afrontoj këtë problem në mënyrën si e thu ti, pa qenë kretë brenda dhënave, rezervohen pak. Ai që merr përsipër për ta bërë gjykatësin, ai duhet ta thot me emër, me këtë bie dakord me ty. Ta thonë ata që kanë tin edhe unë për vete nuk kam informacion të hollësishëm që të ngres zërin dhe të akuzoj. Kam pas disa fakte, ka qenë fakti inceneratorëve, kemi pas leje ndërtimi që kanë marrë disa tjerë, kemi disa fakte, por thënë këte, ne dim se edhe në tërë botën ka mediat mëdha, ka mediat vogla, ka mediat mesme. 3 televizionet kombëtare janë investitor strategjik. Për kim, rastësor, ndodh në kapitalizëm, do thuash ti. Unë po them. Është blerje hapur, pret ti themi gjërat se nuk rumbullakose. Jo, se rumbullakos fare, por nuk mund pranoj të them se këto media kanë lindë me forcat e tyre nga talenti atyre që i kanë themelu. Dhe në qëse se pranojmë këte, pastaj se si janë lidhë ata, si zhvillon... E disa talente bëjnë rrugës kriminell. Ti lindë si talent dhe përfundon kriminell. Ne po flasim për stadin kriminal, jo për stadin talentuos. Dakord me hedhë gurin e kështë hedhë, unë them që Frangaj, se ta them flasim me emre, Frangaj e ka ngritur atë media me talentin e vetë. Pastaj, se si ka ndërtu marrëdhëniet mrapa, hajde ti diskutojmë. Unë jam për transparencë.
kudo ku klani dhe frangaj, të më thënë, kanë të shkuar për teja saj që ja lejon legislacioni, etika, deontologjia, jam dakord. Dritani, Top Channel është dhe si lindi klani? Lindi si një bashkëpunim i disa aksionerë. Po, 3. Gje parë që bëri Edi Rama kur erdhi në pushtet, nëzori atë amendamentin Tauland Balla, që t'i jepte mundësi që u kritiku nga Këshilli i Evropës nga OSBE-ja, t'i jepte televizioneve kombëtare të drejtën për të pasur një pronar të vetëm. Dhe këtu, nga një gjë më plurale, u kthyen televizionet në kioska familjare, dhe ti po të shofës sot, kanë vllajin drejtor programacioni, nipin drejtor informacioni, gratë, kalamajt, pra e kanë bërë kiosk familjare për të lekët në shtëpi në fund ditës. Dhe informacioni këtu ka humbë dhe si koncept. Dakord, ajo është një kthim mrapa, se unë kam qenë antar i komisionit dhe kam qenë një nga deputetet që kam marrë pjesë në formulimin e ligjit që e bën pronësin plurale, ndalon pronësin mbi 33% të një operatori. E dikton, me thënë, bashkëpronësin. Dhe është një kthim mrapa, unë nuk e di se si e ka lejuar, dhe e kanë lejuar këta që monitorojnë gjendjen e medias në Bashkimin Evropian, se unë mendoj se është e pa lejueshme dhe është sot. Nuk e di si është fut kjo, mendoj se është antikushtetuese, por po flisja për i gjë që është për te kësaj, po thojë Dritani, dhe ka ngrit me talent, e ka bët madhe në kohën kur e ka bët vetë, pastaj mrapa janë tjera gjëra që hynë, ata unë po të them dhe njëherë, se nuk është se du t'i bëj avokati, unë s'punoj të kasnjera nga këto dy media. Kam qenë të opinionit dikur, kam arsyet e mia që kam ardhur. Qartë. Por, nuk do t'i presim drut ka që... Stopojmë këtu që ta kalojmë dhe të dy zotërinjt e tjerë. Ka nevoj pa tjetër për transparent, qeveria do t'a bëjtë transparent, do t'i kërkuar, e len me vetë dije dhe Ramo në shikoj që ai preferon që të veproj, dhe më thënë, në një marrëdhënie të tendosur në përgjithësi me mediat, sepse e tha dhe aty që unë i fitoj zgjedhjes se jam në luftë me mediat. Ai e len këtë, dhe më thënë, një lloj relativizimi për të mbuluar gjëra të tjera, që ku qeveria ka përgjegjësi më të madhe se sa për këto, për media, dhe përgjegjësia e më e madhe e qeverisë për mediat është pikërisht kjo, baza ligjore e tyre. Tu jam dakord. Baza ligjore. 2. Ne Berishës deri në 2013 i kemi thënë autokrat, la pushtetin me 2 nga 3 televizionet kombëtare kundër, Vision Plus dhe Top Channel. Sot nuk piptin miza, sot ti gjen sondazhe që sa e do populli europian, Edi Ramën që del para Macronit, para Merkelit. Aja është idiotësia. Po se po të marrësh lekët e inceneratorëve dhe lekët e çunave të Belindës, nga këto do bësh. Prandaj them unë janë kthyer kioska për paratë e familjeve të tyre, s'kan lidhje me informacionin. Dashi? Se kjo është një problem edhe pak më i madh dhe pak më i thellë se sa kjo si përfaqja jonë tu me to kioskat. Kjo është një problem principi shteti. Këto dy që kanë qeverisë Shqipërinë nuk e duan shtetin. Marrojë po. Këto duan qeverisim ne. Që do të thotë, ti po më lavdërove moje, media e mirë, po më çave moje e keqe, si mas periudhës, si mas sherrëve që kanë me pronarën e medjeve, si mas tendere që i kanë dhëmë. Principi është ky. Në shtet serios, burrat e shtetit, ngrenë një media publike, e cila merë përsipër të paktën gjysmën e informacionit, 50% ka RAI, ajo Antenne 2 atje në Francë, ka BBC-ja ka më shumë. Në këtë shtet, këto dy që janë këtu e kanë rënu median publike. Pse? Se median private e kontrollojnë më kollaj se e paguajnë, hiku. Kjo është principi, se të folim, se me këto muhabet e media më smerë, unë s'punoj, s'kom punoj. Gjithjetën që folë. Vërtetën, pra, unë them që njëri i shtetit e filloj ka shteti. Kur ra televizioni? Atje publik.
Kur ardhën tonë pushtet, mas viti 2000, 2000 sa, kupton, filloj, u shduka vashavash, se dollën operatorët e parë privat, që nuk jam kundër, që duhet ishin komplementar, duhet shfrytëzoni dhe atë hapësirë lirie që t'jep të qenit privat. Atë që se bën publika, po jo me shduk publike, me zëvëndësu me këtë. Nga këtu fillon manipulimi bazë i medias. Sa vjetë ka televizioni shqiptarë? Me këtë zoti Rama këtu. Gjysmën e kohë se ka kalu pa drejtar, pa drejt shejtanë, u bo atje. Sa njërës punojnë ke publiku, kuptoti, sa njërës punojnë ke privati, atje. Doli që privati, Shqipëri, si për gjithë gjë, është më i zoti, pse? Se publiku ne kanë dhunu të parët përfaqësuesit publik. Kuptoti e. Dhe media nuk është çështje thjeshtë e qeverisë, është e parlamentit në radhë parë, e shtetit. Sepse që media tjetë e pavarë, duhet kontrollohet në një farë mënyrë supervizioni, gjithë botën është ka parlamenti. Pse? Media do kritikoj dhe ajo publike qeverinë e vetë. Se më përfaqëson dhe mu si opozit media. Ndërsa televizioni shqiptar, shtetëror, është konsideru gjithmonë vegla qeverisë. Qotë e kësaj dite, këmë kodë Berishës, kuptoti, a i e vend drejtorin, a i thot, tash i e vend kjo e drama, a i teket, vend, hek, bënd si dush, atje. Dhe s'kemi, televizioni publik shqiptar ka 7%, 8% audiencë. Turpi madhe. Ne gjithë që jemi bë fytyra publike, këtu jemi bërë me televizionin publik të Shqipnisë. Ate që ishte në atë kohë, që nosha si kishtë asë mjetët teknike, që gjërë. Edhe ajo ekspertiza vinte dhe nga koha e kalume me gjithë cungimet e vetë. Ta që i kemi 35 vjetë liri hapësirë. Dhe që ndodhë, kjo është aspekti i parë. I dyti që thotë kjo i ka kundërshtar mediat. Ku që ka kundërshtar? Kjo e drama? Po s'ka turp më të madhë që i bën kyre. Po kjo në ora 7:30 si delë atje, që është e podcastin, që mund dali kur det, mund dali edhe 12 natës, se fund e ka private. Atje. Po media të gjitha shkojnë me gjiru podcastin e kryeministit, po ku ka një vend botës këtë fund? Askund. Ku ndodhë më burë? Turp. Edhe ky thot po sulmon mediat. Ato mediat i vi turp që e lidhin e gançojnë 2 orë. Mjes për mjes atje. Ose fjalimi i kryeministit fillon e mbaron janë gjithë mediat. Sot kishte atje para drejtësisë, i shpjegonte gjykatësve, i mëson edhe ato si bëhet gjyqje, prokuroria, ligji, kusht, reforma, pse ka dështuar ca vende, pse ka pas suksese, ja shpjegon se ky i din gjitha. Megjithatë, okej, jemi prete dhe 2 orë media të gjitha këto, nuk e di kjo ju e sa aty ke zyra ime se ka, po gjak 5-6 këto kryesorët, por fshi dhe i fani, ku e di pra se sa... Ape tani tjetë, ape dhe kërkohet tani, kërkohet gjeja, me siguri dhe jetë dhe kjo, po dhe jetë anej ka... Po t'ja, po të palat e Në teknik dashit të regullojnë nesër. Nesër të... Po i them mekë, si tu nesër të dërgoj urgent teknik. Mbaron kjo punë, atje ka ora 12, mbaron kjo, fillon zotëria tjetër. 12 deri 1 ka kjo, fashën orare, i thot dhe kjo i jep shpjegime për gjitha gjërët, se dhe kjo i din gjitha. Kupto? Edhe mbaroj, kjo është media në Shqipëri. Kjo është. Midis kësajt, ku e t'jum, vje rava nësha me folë dhe mund, këtita t'i tjetë, i vje rava një tekniku me shpjegu një diçka, me një cep, me një... Atje, kupto? Pasaj media nuk është puna se qërë ke thërritim studio, se mund të më thërresi studio e Verhoxhës, unë po këto fjalë kam për thënë. A kupto? Media është politika editoriale që bëjmë pronarët, që ku orientojnë lajmet, ku orientojnë kronikat. Kjo është pavarësia e mediave, nuk është media që e thotë, ore dasho po folti, po të folti, pëse do me mbyll dhe gojën t'i mund. Po për deri sa më ketë rritë dëmë një gjoshërë, që u marrit e botës... Po jo tër ditën. Po jo për ditën, po se kaj sa më ketë rritë. Po fillon apet mëngjesi dhe vjen ora 12 darkës. Ndërsa këto njerëz... Dhe Arlindi ti thotë mos hajde. Këto e kam bloku media në Shqipëri dhe këto ankohen për mediat. Kur në fakt duhet u ankojshëm ko e diun, unë, Arlindi e ca tjere, duhet u ankojshëm qytetarët e Shqipërisë, që nuk shofin halën e vetë si kryesor media. Arlind, shiko, për para se... Kjo është gjitha puna e medias, po të thash, media e lirë bëhet me i parlament më të lirë, kuptoti e jo, me para publike që investohen këtë fush, atje, po jo ti talësh, si me thënë, me ate që është kryesorja, pse? Se si gjdo trejt tjetër, ka një regulator.
edhe nga ana tregut, nga ana komerciale. Ajo përqindja e audiencës në të gjithë botën. Pse rujnë atë publiken, si me thonë një lloj shareholder, që shumicat kalojnë nga publika. Pikërisht ajo është më e kontrollueshme. Si me thonë, pse në tërheq shtëpiave të banesave ndërhyn shteti, ndërton atje, si që thotë ajo me lojnë, 100.000, që të bjeri tregu i privatve, se po ja lam dorë privatve, qënë si të kënë qef. Edhe këtu, ja kënë lënë dorë privatve, qënë si të qef. Këtë armë kemi ne, thotë. Këtu e qisim bukën. Kur në fakt bukën duhet dalë nga tregu mediatik. Mi për Shqipëri e din gjithë që tregu mediatik është shumë i vogël. Se 2 milion shqiptar, edhe me regullat e asaj qërës ajo e Europës për mediat, a di sa i bin Shqipëri që të ketë? Një televizion atje shtetëror dhe 2 private. Një lajmesh, kuptoti, dhe një tjetër. Kur është bërë studime, ju që jeni, po di edhe unë diçka, kjo ka qenë projekcioni. Sot kemi 7, 8, 10, kemi edhe na për rreth e ku do. Atje, si del kjo, nga tregu mediatik dalin këto? Jo. Ku i marrin të ardhurët? Do i marrin nga i tregu publike, tendri nga ato që thatë ju këtu. Edhe këtë nuk po e qurë gjëtë të mërshme, po të ketë një lojë transparente, por të ketë një herë, mradhë parë fillon regullimi, fillon kur televizioni publik, mediat publike, agjensit publike, që janë serioze të kenë gjysmën e tregut, ku tjenë garantum qytetarët që gjithë se si ne kemi një akses ke informacion. Nuk i heqë asë një presje këtyre që thotë zotë Sheaj, por kemi dhe një problem tjetër të rëndësishëm, bashkë me këtë, tani do të flasë Arlindi, këtë që po flisë një dherë tani, por unë do të shtoj këtë jetë në vëmendjen e Arlindit dhe të ju të tjerëve par më pas. Qiko, po që se nuk dua unë, nuk ndërrynë Sali Berisha. Kur doja unë, Sali Berisha ndërrynë të fort. Kur s'dua unë, 30 vjetë, 20 ca vjetë, Berisha nuk ndërrynë asë njerë. Edi Rama nuk ndërrynë asë njerë. Duhet ju them, ja një minutë. Ti do me thënë, ja po të themë këtë do me dalë, që këto vetë afrojnë, servilet dhe... Një sekundë, nuk jam pa. Ja. Edi Rama, mua, përveç për plasjeve që kemi patur të shumë të e gjitha, më ka ndërryrë vetëm njerë që ka qenë çështje konteksti dhe ishte gabimi ynë. U morë si një gjë që ai e thosh me nën tekst për Trumpin, si edhe në Trumpit e kështu, dhe ndërryri dhe tha çfarë është kjo. Dhe ai kishte drejtë dhe unë kërkova ndjes. Po se afrova unë, Edi Rama nuk ndërryn. Sali Berisha nuk ndërryn. Pra, ne... Po që të vdesësh, nuk ndërryn, po që të vdesësh. Ke 2 rrugë, o do shërbesh, o do vdesësh. Daj nuk ndërryn, nuk ta mbyll vetë. Ne s'kemi vdekur, Bushat. Si ne s'kemi vdekur? Sepse ti je shumë i nevojshëm... Kemi vdekur. Ja. Se dhe ne kemi bërë kompromise Jo. Ti je shumë i nevojshëm për ata që për të mbuluar atë çorbën që bëjnë, ju duhesh ti. Po që për të thonë ka dhe zëra këtu, kemi gjiri. Gazetari sot të vërtet Shqipëris bën do të asë njeri. Arroe. Tani vazhdo. Gazetarit unë them dhe Bushat që ne kemi pjesën tonë të rëndësishme të fajt. Sali Berisha dhe Edi Rama nuk të thëret në ndim. Sali Berisha dhe Edi Rama kanë mbajtur fort ata të 35 vjetë. Nga këte, emrat që përmëndeti, nga mbaroj Saliu, priste radhën këtu për të marrë Rama, po i vinte vetë dhe i falet vetë. Së mund bëjnë një moralin kajtë matë ne për këtë gjë. E kuptor, jo ti, jo. E them për... Edhe kur shikoj emisionet të këti loj, kur dilet në frëngji, nga një frëngji, kur është e gjitha në shërbim të njerit, të Saliut ose të Ramës, dilet nga jo frëngji dhe sulmohet shka pavarësit, është turbi botës. Arlindi, jo, të lutem. Vazhdojmë. Ky është një problem shumë kompleks dhe pa e zgjidhur këtë, nuk do ketë minimum frymarrje demokracia në Shqipëri. Leta nis me pluralizmin. Ne politikisht kemi pluralizëm pa pas demokraci. Ashtu dhe mediatikisht kemi pluralizëm pa pas vërtetësi. Pra pluralizmi nuk është kusht as për demokracinë politik, as për vërtetësinë media. Mund tjetë kusht i domosdoshëm, por nuk është kusht i mjaftueshëm.
Pra nuk mjafton vetëm pluralizmi. Ne mund të kemi, siç tha zoti Shehi, shumë media për frym, por nuk kemi shumë zër apo shumë hulumtues që të kërkojnë me çdo kusht vërtetën. Kjo është e para. E dyta, unë dua ta shoh si problem kryesor, si faktor kryesor oligarkinë ekonomike. Sepse mediat, televizionet në Shqipëri janë pjesë organike e një sistemi ekonomik të kalbur, të kriminalizuar dhe të oligarkëzuar. Kjo është e vërteta e madhe. Cila media sot në Shqipëri do të mbijetonte pa statusin investitori strategjik të pronarit, pa lejen e ndërtimit pronarit, pa tenderin apo koncesionin që merr pronari. Ama nuk do të jetë justifikim. Nuk mund të jetë justifikim, po kjo është e vërteta. Cila media do të mbijetonte pa paratë e oligarkut që është pronari i saj dhe që e man median pa fitim, se këtu vetëm televizionet dhe skuadrat e futbollit janë biznese pa fitim, dhe vazhdon sepse e përdor median si një mënyrë për të kapur shtetin dhe për të përfituar të mira materiale që nuk i takojnë nga shteti. E treta, gjatë fushatave elektorale, parti kanë përshtypjen të gjitha përveç nesh lëvizjen bashk, blejnë kohën televizive. Ti she gjatë fushatës, kryetarin e një partie miz që del në prime time, 1 orë, 2 orë me gazetarët, a thua se është Edi Rama apo Sali Berisha. Lere më çfarë bëjnë këta tjerët pastaj. Rama me Berisha. Dhe pastaj ne fillojmë edhe merrem me politikanët. Çfarë bën Rama? Rama ankohet dhe thotë unë jam i diskriminuar i madh. Është nyja ku lidhen oligarkët në Shqipëri, është njeriu që kanë kontroll agjendën, linjën editoriale të shumicës dërmuese të televizioneve në Shqipëri. Dhe do të marr një shembull. Kur ishte muajt që ishte kulmi i skandalit të Belinda Ballukut. Kanë qenë muajt ku, po ju marrasin lëvizjes bashkë, lëvizja bashkë është zhdukur pothuajse tërësisht nga mediat. Kaloi vala e Ballukut, filluan ftesat televizive. Pra, ato muajt e fundit të 2025 dhe fillimit 2026, bënim protesta, ne bënim akcione, përplasishim sikur s'po ndodhte asnjë gjë. Dhe kjo është drejt për drejt fuqia e Ramës dhe e Ballukut. Kur shkojmë te Berisha, pastaj Berisha duket si ata gazetarët e kohës diktaturës, që u lejohet kritikoheshin një drejtor ndërmarrjeje. Më kupton? Pra te drejtori ndërmarrjes ai të sakatonte, po nuk guxonte kurrë as i shkonte ndërmend të kritikonte partin apo ministrin lere më të parit. Edhe Sali Berisha gjen ndonjë krahyer vërdall, ndonjë që është në, si puna oligarkëve, që është ish oligark ose është duke urrëzuar ose ndonjë media që ka rënë nga fiku dhe aty bën si i indinjuar. Ndërkohë që kur vjen puna te Klani apo te Top Channel apo te Vision Plusi apo te tjera televizione, të mëdha mbyll gojën dhe bën sikur nuk e sheh të vërtetën. Ne kemi rastet pafundme, sidomos kur flasim për oligarkët. Sot është më e thjeshtë që në media të kritikosh Edi Ramën se sa të përmendësh oligarkët dhe aferat e tyre me qeverinë. Ta mbyllin gojën qeveritarët vetëm kur ti u shkon tek lidhja e tyre me oligarkët. Ti sot mund dalësh e të kritikosh çfarë duash Edi Ramën, çfarë duash Sali Berishën, qofse nuk prek oligarkët. Po preke oligarkët. Pra po preke partnerët e tyre në krim, aty fillon autoritarizmi i vërtet. Ne kemi rastet pafundme me oligarkët. Po të marr një rast të freskët. Ishte dita 1 majit. Ne jemi e vetmja parti që flet për drejtat e punëtorëve. 1 maj. Edhe qelloi një nga përfaqësuesit tan, Jani Markën, profesor, e ftoi Top Channel-i. Hajt flasim për drejtat e punëtorëve, sigurisht asnjë parti nuk çon përfaqësues për të folur për drejtat e punëtorëve. Me që jemi e vetmja parti, e ftuan Janin, fituat më në fund aty ju. Vajti Jani aty dhe filloi të fliste për drejtat e punëtorëve dhe mori si shembull një nga aksionet tona më të mëdha të shkuarës tonë, mbështetjen që u kemi dhënë minatorëve të Bulqizës, dhe tha në vitin 2019-2020, ne ishim bashkë minatorët e Bulqizës, luftojnë ata për liri sindikale, u bën 300-400 minatorë, themeluan një sindikat, por pronari i minjerës, që qëllon tjetë dhe oligarku më i pasur në Shqipëri, Samir Mane, pushoi nga puna në mënyrë të jashtëligjshme, kryetarin e sindikatës dhe 3 minatorë tjerë sindikalistë. Dhe sa përmendi emrin e oligarkut, u tjetërsua gazetari e shkret dhe nga emisioni kur e hudhën në YouTube e kishin censuruar. E kishin prerë nga YouTube-i. Do të thonë, ai mund kishe sharë Edi Ramën 15 herë duke vrau njëri mendje që ti priste gjuhën. Sa përmendi Samir Manen, ose po të përmendi një oligark tjetër, ku ti u shef jetë kastratin, do ishte e njëjta gjë. Do të thonë, po të marrim, shiko, se situata është edhe qesharake. Për shembull, unë kam përveç Klanit, që jam delezez të Klani, televizioni ku më kam dalë më pak prej një viti, më thënë që kam pothuajse një vit pa dalë, e di cili është? News 24. Edhe pse do thua është News 24? Se, jo, u bë ajo
në verë më duket që i morën godinën, edhe doli gjithë opozita dhe tha, ky Jurfani është heroi i fjalës lirë. Unë i thash, prit vëllezër, nuk heroi i fjalës lirë, ky është një oligark që çfarë nuk ka përfituar qeveri mbas qeverie. Madje jo vetëm nga Edi Rama që nuk ka përfituar, po edhe nga Sali Berisha, se ka qenë një godinë e konvikti i gjuhëve tuaja, ka bërë Universitet Zotëria, ja dha Berisha përpara se të lindte pushteti. Dhe unë e përmenda, e kupton? E përmenda publikisht këtë gjë, dhe thash, Gjithve me varet tani se ti... po të vërtetën, do të them vërtetën, dhe prej atij momenti i lam duart me ta. Pra të them, të bësh politik serioze është e vështirë, por e vetmja mënyrë për ta bërë është ta thuash të vërtetën pa kursyer asgjë. Përndryshe, jemi pjesë i teatrit madh ku thuhen çerek vërteta, thuhen gjysmë vërteta dhe ato thuhen për të mbuluar pjesën tjetër. Duhet kemi një raport shumë të qartë edhe të pastër me të vërtetën, me gjithë kostot që ajo vjen. Kur isha para një viti e gjysmë në Klan atë debatin e famshëm me Fevziun, mund të kisha 7 veta kundra. Edhe përveç Fevziut që ishte i gjindosur pse i preka pronari. Po erdhi aty sa që i thash i moment tani do më hidhesh. Fevzo nuk gjindoset kur. Do më hidhesh në fyt fizikisht. Ishin gjindosur dhe ata që kishte si gazetar aty, ishin dhe më tegër se Fevziu. Si guxon ti në shtëpinë tonë, prek pronarin ose prek reputacionin e televizionit. Ju thash një të vërtet që aty u them. Dhe ti mund ta thosh jashtë. Po jo më pse ta thoj, e thosh aty, sepse aty ishte çështja. Ishim përfaqësues të partive të reja dhe do duhet flisnim me publikun për idetë tona dhe për qëndrimet tona. Dhe një nga gjërat që na ndante me partitë e tjera të reja ishte qëndrimi ndaj oligarkisë. Dhe nisa, ne kemi qëndrim shumë të qartë, kritik, kundërshtues ndaj oligarkisë ekonomike, ja ku jemi në televizion e një prej oligarkëve më të rëndësishëm të Shqipërisë, hajde ta themi të vërtetën. U xhindos Fevziu, u xhindosën gazetarët e Fevziut, u xhindosën edhe kolegët e partive të reja, që po të mos kishte kamera, ku si ti çdo bënin, në atë emision. Prandaj po them, mediat kanë nevojë për të kaluar e vërteta përmes tyre. Kemi nevojë për gazetari të mirë investiguese. Ka raste gazetarësh që investigojnë. Problemi që nuk kanë hapësirë, nuk kanë ku e thonë atë gjë. Nuk kanë ku e thonë, sepse ose oligarkia ekonomike, ose pushteti politik, nga njëherë, praj sa i shkon takati, edhe PD-ja, bëjnë çështë e mundur që t'i mbyllin gojën njerëzve që duan të thonë të vërtetat e mëdha. Ja dhe Edi Rama ka replikuar, ja ta futim te? Do të themi gjë, jo po se... Unë në qoftë se kemi kohë, se pasaj unë kam një këndvështrim pak më të ndryshëm se Arlindi, po qoftë se kemi kohë, se kjo zgjatë. S'ke patur këndvështrim... Në pjesën më të madhe, po... Po si të doj... Po si kur të futë të reporterëve të pakufi unë dhe pastaj vazhdoni ju... Pastaj ndërpritet debati, po t'i futë se unë e them dherë tjetër... Ankesën e dramës, jo që ankohet kundër... Atere... Shiko, do të... Po qëfar është me replik me... Jo, s'kam replik, se jemi duke folë për një temë që jemi edhe vetë brenda... Po jo, këta nuk janë brenda? Jo, ande unë e ti, ne tre. Ne të tre jemi brenda, këta janë... Edhe këta brenda, por një pikpamje tjetër. Po ka disa gjëra që janë objektive, problematika, gjitha problematika, qeveria që është e mbyllur ndaj informacionit, ndaj media, qeveria që s'bën detyrën e vetë për transparencën e financimeve, gjitha këto janë pjesë e problematikës. Qeveria që është investuar për shkatrimin e televizionit publik, është problemi madh. Në gjithë Evropën, paka shumë nuk ka një raport të zhbalancuar si në Shqipëri, por Shqipëria justifikohet se ka Amerika, do të kemi edhe Amerikën që s'ka hiç shtetëror. Po duhet të themi gjë, sepse duke mos pas... Shumë shkurt preç sepse... E para këto mediat nga natyra shkojnë drejt politikës, se politika është gjithmonë headline. Është në tërë botën. Pra, në tërë botën... Jemi qartë. Pra, në qoftë se media shkojnë, se mos bëjmë kështu, mos flasim si që nuk janë vërtetë. Preç kanë dalë dy njerëz tani që thonë si heronjtë e medias, Sali Berisha dhe Edi Rama. Ato i ke. Dhe po diskutojmë. Ato i ke, sepse ato drejtojnë partitë mëdha. Dhe mediat nga natyra shkojnë, dhe kjo nuk... Problemi është që thonë ata, se shkojnë mediat do shkojnë. E dyta... Jo, mediat shkojnë të këta me dëshirë shumë të madhe. Këto mediat e mëdha, Ylli,
Po ata pastaj bëjnë me media në çfarë do Ne qefi. nuk mund, ne duhet kemi të dhëna të sakta, kemi hap një problem se sa marrin këto nga reklama, se këto këto janë mediat e tregut. Mos harrojmë se janë dhe mediat e tregut. Janë media jashtë tregut. Janë mediat e tregut, Janë media sepse jashtë janë reklamat që japin. Ky është problemi. Se kompanit- ti të shpallësh investitor strategjik që në media brenda treguta. Jo, atë e pranova unë. Po ti nuk di një gjë tjetër, mos e unë punoj gazetar, ja ta them unë tani se ke kohë që punon ti. Ti je një analist shumë i zoti e gjitha, i zoti për shumë gjëra, por ti nuk di që parat këtu të reklamave ndahen me një skema nga më të ndyrat, me një mafje. Ka një mafje, si që është mafje në shumë gjëra, është mafje e reklamave. Dhe aji ja jepë dhe i pjestojnë parat, edhe të qeverisë, edhe të bizneseve të gjithë, edhe këto agjensit që kanë lindur. Ata të vinë për shembull që ta mbyllësh ti, po themi një gjë private, jo të shtetit, jo e dirama këtu dhe të gjithë, po një gjë që ka lindur për aeroportin e Vlorës. Të vjen ai agjencisë dhe të thotë, ke 2 milion lekë vjetra, përgjigjëstroj ato që ke futur gjitha, edhe merr nga pacolli ose nga tjetri merr 200 milion dhe të vjen ty me aq sa aferën që kanë me njëri tjetrin ata si biznesmen aty, të vjen të kompromitoj dhe të korruptoj ty. Dhe kjo është mënyra që punohet në këtë vend. Po të them, jo është No, vazhdimisht. mafja është një mafja. Nuk më des, ju Kjo është pak a shumë dhe ju vënde më keni zhvilluara. ju me Nuk është siguri me mafja. Nuk është problem. A je qonë reklamën atje ku ka mundësi do të të... ylli, se s'daj, ju me siguri keni informacion më shumë se unë. Ne kam shohim pas e për televizion, shkak të- 2 mediat e mëdha që ka vendi, marrin reklama nga një numër i madh sipërmarrës, nuk mund të akuzojmë sipërmarrës se gjithë sipërmarrës ata shohin. Jo reklama, investitor strategjik Jo, po jo, thotë. jam dakord aty, hoqem atë. Jam duke thënë që Tender atë. Filani është drejtori, Mos e thirr. biznesmeni mbrapa merr tender atë qeverisë. jam duke thënë këtë E gjë. pra po tani, po këtë po themi, po Këto këtë themi. media janë Po dhe reklama është mafje. kjo med Deri këtu shkon. Do Unë ta media- shtova më tej akoma se Këto bushat. media janë zmadhuar pikëspari nga biznesi. Nga çdo vit Vetëm nga politika. çdo vit publikohen të dhënat Vetëm- turnoveri që kanë nga reklamat gjitha mediat. Dhe tani të akuzojmë ne për shembull gjithë biznesin që për interesat e veta shkon tek mediat e mëdha sepse ai do publikun, do konsumatorin. Pra këtu nuk është diskutim. Diskutimi ka shumë aspekte, tham, nuk ka vetëm një aspekt. Nuk ka vetëm një aspekt. Kështu që duhen Ore, gjithçka mund të Kjo relativizohet. është një temë që se kanë zgjidhë as Britania akoma për influencën e mediave. Ne po themi të vëmë një minimum rregullash. Këtu është kasapan. Ore, liria, pastaj nga ana tjetër, është komplekse kjo. E tha i minimum e rregullash. tha Qori në fillim. Është komplekse më, ai mund të mirë. ai është i lirë të bëjë çfarë do një. Kush? Edhe botusit që ne përmendim, e gjithë janë të lirë të bëjnë çfarë duan. Për privat, Nuk janë të lirë të bëjnë Jo, çfarë duash. Me parat e tyre, me parat tona. Me frekuenca Jo, publike. janë të lirë, po them të... ata në fushat, Ata mund të përgjigjen duke thënë jemi të lirë dhe mos aqani kokën. në fushat kanë detyrime për të ruajtur minutazhin Tani, par condition që kanë. Minutazhi është vetëm për ja të shohim Edi Rama replikoi me reporterët pa kufi për ndikimin e qeverisë në media, duke tekstuar që sipas shifrave Berisha dhe opozita janë më shumë prezent se ai në media. Ta ndjekim. Mbi 4.500 artikuj të analizuar në 43 media për gjatë 66 ditëve monitorim. Zëri opozitës 3.57 herë më i lartë se ai qeverisë. Burimet kritike 4.67 herë më dominuese se ato proqeveritare. Toni kritik 6.4 herë më i fortë se mbulimi pozitiv. Më shumë se 15 figura të opozitës të pranishme vazhdimisht në tituj. Përmendjet për opozitën 1828 kundrejt 925 për kryeministrin dhe qeverinë së bashku. Madje edhe individualisht, liderët e opozitës dalin mbi kryeministrin ku njëri prej tyre i tejkalon përmendjet e tij në media. Dhe në vetë titujt, 368 citime të drejt për drejta të opozitës kundrejt 108 të qeverisë, pra një dominim 3.4 herë më i madh. Akuzat më të ashpra ndaj qeverisë dhe ndaj meje personalisht qarkullojnë lirisht në rreth 70 tituj, ndërkohë që nuk ekziston asnjë provë për ndonjë nivel simetrik sulmesh ndaj mediave antiqeveritare apo edhe ndaj kundërshtarëve politik, sepse thjesht nuk ka.
dhe sipas rregullatorit shtetëror AMA, opozita mbajti 60.12% të kohës televizive politike gjatë muajit mars, ndërsa vetë qeveria zinte një pjesë shumë të vogël. Pra të bëhemi të përpiqemi domethënë sa më analitik në këtë rast, sepse nuk kemi shumë kohë. Ç'është kjo? Thot Edi Rama. Pushet? Kjo është... E theti pak e shumë. Ti flet për mollët, ai të flet për detin. Se kjo është përgjigje për reporterët pa kufi. Reporterët pa kufi e renditën Shqipërinë të 83-ën në botë dhe përveç atij sensacionit numrit, duhet lexosh edhe arsyetimin pse e rendisin të tillë. Dhe një nga pikat kush ishte? Një pikë themelore. Pra, këtë që unë mundova ta potencioj edhe këtu, që thash e thot Departamenti i Shtetit, e thot raporti OSBE-s për zgjedhjet, e thuhet në negociatat për Shqipërinë. Është përqendruar media në 4-5 familje që ushqehen me para publike dhe kjo bën që pronarët të ushtrojnë trysnim mbi gazetarët që mos thonë të vërtetën. Dhe Drama thot, tani unë kam dalë kaq 2500 me 3400 budalliqe pa i gjë. Të unë kam i përgjigje që sa herë flas për mediat e jap këtë shembull se jam çmeritur. Ai është realiteti. Kur e kam dëgjuar. Erdhën në Shqipëri kohën e Open Ballkanit famshëm. Erdhën brenda 10 ditësh edhe van der Leyen edhe Angela Merkel. Dhe të dyja dhanë mesazhe, proces Berlini, jo Open Balkan. Brenda 10 ditësh. Po të shifje dhe lajmet e Klanit dhe Topit, thoshin kancelarja dhe shefja e BE-s mbështet nismën e Ballkanit të hapur. Pas një jave bën sondazh në radhës Euronewsi dhe një nga pyetjet ishte: mendoni se Bashkimi Evropian e mbështet nismën e Ballkanit të hapur? 67% e shqiptarëve përgjigjeshin po. Ç'tregon kjo? Që ato shifrat s'ka si rëndësi, por këto burit e Sandrit dhe të Vjollcës shërbejnë për shplarjen e trurit njerëzve dhe kur manipulojnë me kancelaren e Gjermanisë dhe me presidenten e Bashkimit Evropian për interesat e Edi Ramës dhe Vučićit, mendo ç'bëjnë kur del Arlindi edhe kur del Dashin televizor, bëjnë një kritik. Prandaj kjo nuk është çështje statistike, është çështje përmbajtje. Nga njëra anë bëjnë propagandë dhe nga ana tjetër kanë varrosur gazetarin investigative. Nuk ka më një investigim për i vepër publike, për i punë qeverisë e tjerë me radhë. Ma një minutë pak për këtë replikën e Ramës me reporter pa kufi dhe të fut në lidhje dy kolegë, sepse kanë diçka për të thënë. Apo ti futim tani? Fut tani ato se mbas e din diçka më shumë. Atëre, deklaruam këtu që mes të tjera Berisha është përplasur dhe me zotin Ysembelliu. Unë e kisha dhe mision e kaluar tani. Zoti Morati, konkretisht, a mund të thuash ç'është kjo përplasje për ju? Ju punoni në media në zotin Ysembelliu dhe si e befasishëm. Mirëmbrëma. Rakibi, unë do të thoj, në radhë parë, kjo nuk është një përplasje midis Berishës dhe zotit Ysembelliu, pavarësisht se Berisha tenton ta kamuflojë duke thënë që fania. Në fakt, bëhet fjalë për përplasjen e Berishës me median, sepse Berisha nuk e ka sulmuar personalisht për aktivitetin e tij ekstra gazetaresk. Berisha thotë domethënë që ju keni botuar 16 lajme etj. Tani për parantezë, do të thojë që bie dakord me qendrimin tuaj që për sa i përket problemeve në media në Shqipëri, ne jemi bashkëvuajtës dhe bashkëfajtorë në një farë mënyrë, sepse në fundit janë gazetarët ose profesionistët e medias që i kanë dhënë fytyrën medias. Nga ana tjetër, besoj që media është një aktor i rëndësishëm i shoqërisë, por reflekton në një farë mënyrë nivelin e shoqërisë në tërësi. Pra, ne do kemi një media alla shqiptare, ashtu siç kemi edhe një drejtësi, një politik, një shoqëri civile në standard të shoqërisë. Nga pikpamja personale, unë nuk jam
i shqetësuar për sulmin e Berishës, madje do thoya që ato janë deri diku argëtuese, pse jo edhe shpërblyese, sepse fundit ku ka më mirë për një gazetar që të punojë në një media ku ka përballë pushtetin politik, në rastin konkret aktualisht edhe qeverinë, edhe opozitën. Kështu që nga ana tjetër, unë besoj që atë që vuajmë në rastin konkret ne po flasim për News 24 dhe gjithë grupe mediatik, por edhe mediat në tërësi, nuk është një gjë që e vuajmë vetëm në Shqipëri, ky është një debat i madh që ka lindur gazetaria pluraliste në vitin 90 dhe unë besoj që do vazhdoj, por po aq është edhe një problem ose debat ndërkombëtar, ne dim Donald Trump del pothuajse çdo javë që kritikon vetëm dje i quajti gazetarët enemy of the people, domethënë armiq publik, armiq të popullit, dim për luftën e fundit të Giorgia Melonit me Ray Treshin, me mision investigativ report, pra, si thua, nuk është fenomen shqiptar që pushteti politik është në antagonizëm të përhershëm me pushtetin mediatik. Në rastin konkret, me sa duket Berishës nuk i ka pëlqyer që News 24 dhe media të tjera publikojnë aktivitetet e Saljanit, po sigurisht që ky nuk është një problem, nuk është problemi i News 24-s, pra në një farë mënyrë, kjo është, shiko, problemi i Berishës është që ai dhe politikanë si ai janë pjell, po themi, të një mentaliteti stalinist, o me mua o kundër meje. Dhe ai nuk e percepton domethënë dot ose nuk do ta pranoj që krahas informacioneve që botohen në Ballkan Web dhe News 24 për aktivitetet e përditshme të Berishës, foltore dhe me radhë, të publikohen njëkohësisht edhe ato Saljanit, sepse me sa duket ai e quhen faktor periferik. Por fakti që ne këtu po diskutojmë për Saljanin dhe Berisha e përmend për ditë, domethënë që Saljani për të nuk qenë ka faktor periferik, pavarësisht se unë, megjithëse punoj në News 24, kam 6 muaj që e them për ditën të televizion, që nga pikpamja politike Saljani po i bie murit me kokë, nuk ka asnjë shans as teorik as praktik që ai të marrë drejtimin e Partisë Demokratike dhe bën mirë të ikë nga e partia dhe të krijoj partinë e tij, pra të krijojë një parti të re, ashtu siç ka bërë ose tentoi të bëj Blushi ose njerëz tjerë që nuk e kanë gjetur veten në familje politike dhe kanë ndërmarrë iniciativa të reja. Pra këtu kemi të bëjmë, si thosh, me përplasjen e radhës të Berishës me mediat që ai quan të fane, sepse nuk e ka thash personale me Irfanin Sembelliun, por që ky nuk është një fenomen i ri, besoj që do vijoj. Nga ana tjetër, për sa i përket aktualitetit që ju po besoni, dua të them deklarë skandaloze që ne jetojmë në një vend ku 3 drejtuesit kryesorë të politikës janë politikanë aktiv të shekullit kaluar, pra të vitit 90, si Rama, si Berisha, si Zoti Meta që drejton Partinë e Lirisë, pavarësisht se sot që flasim është pas hekurave, janë politikanë aktiv, pra që kanë qenë njëri 90-ën, 91-shin, Edi Rama ka qenë ministër në 98-ën, edhe kjo në një farë mënyrë lidhet edhe me atë që thash pak më parë, jemi bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës, sepse edhe media reflekton nivelin e përgjithshëm të shoqërisë, që me sa duket nuk e emancipohet dot aq sa për tu reformuar. Shumë e vërtet dhe shumë e qartë. Zoti Murati, të falenderoj shumë. Keni një gjë për Zoti Murati? Faleminderit, ha? Faleminderit, natën e mirë bashkë. Atëherë edhe një ndërhyrje të Zotit Cukali. Tani, 2 përftuesit, ndoshta ndoqët në një pjesë të kësaj pjesë e emisionit tonën, po konkluzioni duket që 2 përftuesit më të mëdhenj të medias, në Shqipëri në këto 35 vjet, sulmojnë median. Ç'është për ju kjo? Një zë kritik përgjithsisht. Po, a mund të nisem nga ai sulmi që kryeministri ai sulmi me ai fshikullimi me trëndafil. Po trëndafili ka dhe gjëmbat që kryeministri i bëri reporterëve pa kufi. Diçka që u kalua sepse edhe televizionet mëdha që e dhanë lajmin, nuk u ndalën për ta raportuar lajmin. Pra, dhe është ajo që po thoshte edhe Bushati, sot praktikisht nuk raportohet më. Sot, merret copy-paste që thot kryeministri vjet aty. Për shembull, 3 gjëra më bëjnë mua përshtypje pa u futur në detajet e atij argumenti, atyre shifrave që nxori kryeministri. Shifrat kryeministri kishte marrë nga një që ai quajti një startup shqiptar. Unë u futa për të parë këtë startupin. Mirë do ishte ta kishin bërë gazetarët, ta raportonin bashkë me lajmin. Po tani ti aty je në këtë të pjesë e gazetarëve je? Jo, unë jam shoqat, unë punoj në një media, në një emision investigativ, por e kam fjalën, më kupto drejt, kur një televizion shumë i madh e jep këtë lajm, unë që jam në një shoqat nuk mund të bëj shumë gjë për këtë. Megjithatë, ta lëmë një këtë. Gjëja e parë që vura re është që ky portali që ka botuar këtë studimin është anonim.
Pra ti futesh atje nuk ka as adresë, as kush janë, as çfarë bëjnë. Jemi okay, po nuk do të ndalemi posaçërisht te kjo. Pyetja ime është pak më përgjithshme. Jemi okay. Ne cituam drejt për drejt ato çka tha Rama. Portali, pjesa dërmuese e portalit shqiptar në këtë detyrë janë. Po jo kryeministri që ka hapur luftë portaleve. Nuk mund të citoj një portal anonim. Se unë kam thënë si njëri të pavarur, kasën e morëm përgjithsisht nga Saliu, po dhe Rama është i njëjti standard. Po ndalove vetëm te ky rast, do të thotë që sikur kam thirrur njëri të Partisë Demokratike. Po ndalove vetëm te kjo e Ramës, reporterit pa kufi, jemi shumë okay. Unë e citova dhe diskutuam. Tani, a mund të vijojmë? Sepse nuk u tha diçka rëndësishme. Ka 35 vjet këta dy personazhe, jo Fatosnanua për shembull. Jo Fatosnanua, që s'merrej fare me mediat. Mua më kujtohet, zoti Sukali, një gjë interesante. Në kohën kur shpërndani media në vitet 90 e pak, unë blodhëm dhe donim të ndërtonim një sistem shpërndarje, edhe me mjete, edhe me qendra shpërndarje, dhe Fatosnanua nuk e bëri këtë gjë. Ai nuk është më tani, po unë, si politikisht duke qenë djathtas me gazetin Bendi, isha kundër ti, por ai nuk e bëri sepse shite që e doni në një pjesë për interese, nuk futej te kjo pjesë fare. I vetmi njeri që nuk jeton tani, por që duhet ta themi është Fatosnanua, i cili nuk u futi duar te media fare. Kishte problemet e veta të mëdha gjitha. Ndërsa këta dy personazhe, po të them dhe pyetja është shumë e hapur edhe drejt për drejt. Përftuesit më të mëdhenj të medias shqiptare. Ka ndërtuar dhe media vete të gjithë. E the 20 herë, po nuk është kështu. Po mirë, kjo është e theti, unë po pyes zotrin. Tani kur të vish ti, thuaj prapë. Ndaj unë nuk kam thirrur për të thënë mendime të ndryshme. Se nuk ka qenë ndonjëherë si sot media. Sot i ke si Vučići. Sot është më keq se kot Saliut parë. Po mos janë ndërpresa. Ma lër këtë 3 minutë të lutem se kam qenë në 10 që pres të lidhe. Vazhdo. Nuk të ndryme, thuaj çfarë duhet. Po më le të flas çfarë dua, do të kthehem tek ai reporterëve pa kufi. Ktheu aty tani se unë e mora vesh. Ti vazhdo. Jo, nuk e mora vesh sepse janë disa elemente që tregojnë shumë se si mund të manipulohet publiku dhe se si është ajo që thot Andi. Praktikisht televizionet nuk raportojnë më. Pse nuk u ankua për RSF-n kryeministri kur e ngriti me, ku diun, 13 vende, 16 vende, sa ngriti vjet. Pra është njëra metodologji. Sa në kohë sot që ra me 3 vende, që unë besoj që duhet bide më shumë më tepër vende. Thelbi, unë i dëgjova gjitha dhe u thanë shumë gjëra të vërteta për median, problemi kryesor nuk janë këta dy zotrinj i dashur ylli. Problemi kryesor këtu është modeli biznesit i medias. Pra media është prej shumë njerëzish po konsiderohet si një mënyrë për të bërë para. Po këta e kanë bërë. Dhe jo për të ofruar një shërbim publik. Dhe ky është thelbi, pra ky duhet zgjidhur, kjo është gjë që duhet zgjidhur jo vetëm me ligje. Këta e kanë bërë. Dëgjoj, këta nuk e kanë bërë vetëm ylli, nuk e kanë bërë vetëm. Bashkë me ne edhe bashkë me media. Janë të gjithë televizionet që duan pjesë tek ajo tava. Janë gjithë televizionet Andi që kërkojnë statuse, po pra nuk mund të angecin dy njerëzve këtë gjën, ku për thënë të drejtën, kryetari i opozitës ka shumë më pak resurse për të blerë media. Se çfarë ndodh? Gjëja kryesore, ndoshta këtu mund të kontribuoj pak në debatin që resurse nuk ka fare zotria që un kam këtu. Krah djath, asnjë resurs për të blerë media. Ai që thua ti nuk e ke gabim. Kryetari i opozitës ka shumë resurse, ka dhe mediat vetën. Po, kryetari i opozitës, i Partisë Demokratike, se opozitës dhe zotria. Më pyete për ata. Po unë do të ndryj për publikun, po do të ndryj tani se unë. Po. Nuk do bësh propagandë unë. Jo, po çfarë? Me keq tani çan. Ylli, nuk erdha... Po ti thua, ka më pak resurse, Edi Rama të gjitha dakord, e quajmë armik Edi Ramën. Ky tani s'ka resurse, thua, pas ka Erlin Qori resurse... Nuk thash Edi Rama, nuk thash Edi Rama. Po them... Po Edi Rama i ka kusuet në natyrisht. Po ti thua, jo ky tjetri tani. Unë nuk thash, nuk ka resurse që ka ministri për të kontrolluar mediat. Sepse kryetari i opozitës nuk jep dot status e investitori strategjik. Prandaj nuk i ka televizionet e mëdha, ka vetëm një televizion. Po investitorët ai krijoi këta emra që ke sot, që i mori ky dhe i ngritin pjedestal.
Dakor. 5 emra që të përmend ty këtu, Arlin Qori, a i kryoj dhe i ngritin të dy në pjedestal. Po pra, Ky i ngritin pjedestal. po këtyre emrave 2 televizion ishin pro opozitës. Kuro? Kur Sali Berisha, ta thash dhe njëre, ka lënë pushtetin me 2 televizionet mëdhaja pro opozitës, Vizion dhe Top. Po të kalojnë me njërë me kërshëshën pushtet mu? Jo pra nuk kaluan, gjatë Berishës nuk kaluan. Po me kë ishte Klani, më falë? Degradimi. Më falë, më falë. Degradimi. Me kë ishte Klani në vitin 2010? 10-ve, mos ma bëj si ai që ti flet për mollët, ai flet. Po me kë ishte mu? Klani që me pushtetin. Po kush ishte pushtet? Topi, Saliu, Topi dhe Vizion. Ishin majtës. Mendoje sot çfarë ëndre mund duket t'jenë 2 televizione kombëtare kundër Edi Ramës. E kupton degradimin, prandaj nuk mund vihet dhe këtu duke relativizuar paralelizëm, që këta 2 e kanë bërë. Jo mërë jo, mediat në Shqipëri kanë vetëm një kasap, si Vučići në Serbi, në Shqipëri është një njëri. Konkludojmë me Koloradën, po. Dua vetëm të shtoj një argument, po mundon të amaj vetëm të argumenti që mos keq kuptohemi. Mënyra se si kontrollohet media sot, nuk e ato shifra që jep kryeministri sasi ore. Sa foli ky, sa fola unë. Mënyra, ose krimi më i madh që po i bëhet interesit publik, është zhdukja e lajmit. Pra, nuk është puna se kushdo mund ta citoj, Berisha tha këtë, Saljani tha këtë, kryeministri tha këtë, dhe ndoshta Berisha flet akuzon më shumë dhe mund citohet më shumë. Por citimet politike nuk kanë të njëjtin impakt në politikë, sepse Berishën e ka kornizuar ai. Pra, edhe një analist, edhe Andin, nëse Andi jep një ide ose bën një akuzë, ai di se si ta demontojnë në rrjetet sociale, se i sul 1000 veta, ta denigrojnë, pra e ka metodologjinë ai për opinionistët. Dhe intereson që ju aty bashkë me mua të ngjajmë si njerëz që kanë të lirinë e fjalës. Pra liri fjale ka këtu për të folur çfarë të duash. Por këtu nuk ka liri informimi. Sepse ato të 5D-s, ylli nuk e jepshin vetëm 2 televizione. Pra këtu gëllonte dhe televizionet nuk kishin kurajo ta jepnin. Kush është 5D? Dhe ky është problemi e bashkisë. Po. Vetëm ne këtu e bën. Ne kemi thënë vazhdimisht atë. Po pra, po se bën Po 2 televizione ylli. Po e tham pra, e tham, unë e thash i pari që ne duhet të themi që ne jemi, në qoftë se s'duam ne, nuk të vjen as Berisha as Rama. Por ata duhet të shpallen si shtot Bushati, investitor strategjik, duhet marrin tendra, duhet marrin gjitha këto. Kjo është një gjë fort e ditur. Të konkludojmë. Ylli, lirinë që ke ti, lirinë individuale që ke ti, që ke fituar dhe me karrierën tënde dhe me personin tënde të tjera, shumë gazetarë të tjerë nuk e kanë, ose një pjesë e madhe nuk e kanë. Por edhe unë kam që të korrigjoj akoma në qoftë se do kem mundësi. Dhe i bjen, dhe kur i thot pronari që nuk do e nxjerrësh ti këtë skandalin, dhe prandaj nuk kemi raportim Shqipëri. Këtë drejt. Ikën nga aty, më kanë ndruar disa edhe të tjerë. Por ky është një problem tani shumë i qartë. Por çështja kryesore është çështja e Berisha sulmon me shumë të drejtë pronarët, po e vë gishin tani, nga që s'flet dot thot Bushati për pronarin tjetër, e vë gishin te Fania. E kupton? Jam shumë dakord me Bushati. E vë gishin te tjetër, E kupton? E vë gishin te Batoni që ulet tu dhe unë. Batoni tani shikjitot, pse Batoni tha këtu, kushtu ludash tani, tha Batoni që këta punojnë bashkë, ndërtojnë gjëra, bëjnë. Më vjet të duhet të themi gjithë të ndeshme shumë, tha, i qketi? Shumë të ndeshme, tha, dhe unë e lash atosh, dhe tha. Të falenderoj shumë edhe për pritjen, të falenderoj disa herë. Edhe për pritjen dhe herë tjetë do jemi në studio, po ti, se që ke dhe një problem që nuk vjen në studio, jo për ka arsye personale. Jo, vetëm sot e kisha të pamundur të organizosha, po herë tjetër do vi. Do vi me klasi që të paktën t'ju dëgjoj. Të kërkoj ndjesë për kohën që të morë me të gjitha dhe faleminderit shumë. Faleminderit. Atëre, ne pjesën e fundit të nderuar kolegë, do themi diçka këtu, dhe pjesën e fundit do të ashtojmë për të javën që vjen. Pra, sepse PSPD marrëveshje për të vrarë të Vegjëlit, do të ashtojmë, sepse ky është proces tani. Do vazhdoj. Javën që vjen. Do shta dhe të janë, ha? Pra ne për thëmë, mund të thëmë që i mbyllën se kjo puna vrasjes Vegjël. Se populata fle, tani. Po fle populata ju, po kemi harru që janë media tregu, kemi dalë komplet nga tema. Si media tregu? Mediat
e mëdha, në qoftë se ti nuk ke 500.000, 1 milion shikus, klikime, nuk ke vlerë, domethënë, në qoftë se ata nuk arrin me e gjithë se që do publiku, nuk mund të përjashtoj, mardhënë me tregu. Janë plotësi. Nuk mund të bëjnë. Si, Boka Edi Rama atë me pa 500.000 vetëm. Jeni të rëzdiumë. E Boka Edi Rama me pa 1 milion vetëm. Ato probleme që thanë janë, po këto janë media profesionale që kanë një akses shumë të madhë. Ore, Big Brotherin për trege kanë ata, puna është që kanë Big Brotherzuar edhe informacionin. Do janë mediat e tregut, kanë probleme, nuk diskutohet në këtë formë. Janë media jashtë tregut. Organizoj diskutimi, propozoj thiri dhe ata, me dhëna, me shifra, bëjmë një diskutim tamam. Se ne jemi njerëz mediave, ne po godasim vetën tonë, ne jemi media tregu, gjithë ne jemi. Ato janë më të mëdhej se ne, janë më të mëdhej se ashtu kanë nesë. Dhe i verifikon shikueshmëria. Në këtë moment që ngen Top Channel. Shikueshmëria. Që ngen Top Channel tani. Jo s'jam Top Channel. Që nga live sot njëri Top Channel. Ja, është regjistrim do jetë. Regjistrim preç është live këtu se tani s'ka dy live. Nuk ka dy preç, shkruan njëri kode, kupton? Po jo, se ka është dy preç, një preç kemi tani edhe me zje kemi. Është tjetër gjë. Tani unë them që Arlind si përfundimisht nga dy fjalë secili edhe ti ikim. Se dhe këta zëmërojnë dhe dëgjojmë dhe sharit e këtyre. Këta shajnë paze, operatorët e këta jazikesh. Shajnë paze, mëse edhe kanë drejtë. Dashit si thua ti përfundimisht? Unë them që çështjet kryesore dole. E përgjithshme është pozitive thua ti? Përgjithshme është kritike, po media do vazhdoj të jetë kështu. Do shkojnë më. Dhe doktori do tjetë po ky që është. Absolutisht edhe po i kontrolun. Bashkë me Rama. Themelore. Më lejo vetëm i Ja, disa fjali po. Në interesat themelore, se sigurisht ata kanë edhe rivalitet në tyre, po në interesat themelore, Edi Rama dhe Sali Berisha janë bashkë. Janë bashkë kur u shërbejnë oligarkëve, janë bashkë se duan të ruajnë duopolin partijak. Unë uroj ta bësh vërtet javën tjetër. Po, e vdekur e punë. Çështjen e reformës zgjedhore. Do ta lëm të enë. Mua dakord në këtë çdo kohë, që duan praktikisht të përjashtojnë çdo parti të re që nuk pranon të futen në koalicion me ta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra edhe më keq se ti eliminojnë partitë e reja, duan t'i korruptojnë dhe t'i kompromentojnë. Partitë e reja janë bashkë në leje ndërtime në gjithçka tjetër. Ti ke pas thënë një deklaratë legjendare para një 2 vjetësh për Erion Velian dhe Shkëlzen Berishën, e mban mend? Dhe si s'na flasin dhe një. As ju flasim me gojë për atë gjë, dhe ajo është e vërteta e madhe e asaj që pastaj del si teatr politik mes që bëjnë si kurzien, e rrihen, e shtajen, e gjithë teatr është, me thënë drejtën në... Po teatr i shëmtuar, se Kuba Gjenti ishte teatr, s'po më vjen një fjalë, jo e farsë, tamam një farsë. Teatr i shëmtuar është, me thënë drejtën. Ka në një... Kemi në një, Gjenti, se duke sigurer dhe sikur mos ka ndodhur në një jashtë. Jo në këtë orë. Në edhe na vinë këtu, na vinë edhe... Tani, do të bushati kishe gjeti se të kapi populatat duke parë telefonin. Sikur i tham. Sikur i tham. Dolën gjitha problemet në rrët të shiku, s'folëm, s'postuam për SPD, një marrëveshje tani të bëjnë prak shumë të lartë, kemi prak tani, që Arlindit mos e kalojtë dhe të prak, edhe këta tjerë të vejlit, dhe ata të jenë reat, 2 partitë e mëdha, në punën e tyre, në jetën e tyre, në kompanitë e tyre që kanë krijuar, bizneset e tyre, dhe tani, ka që kishim, folëm për pjesën e parë, që po elmohen edhe policia tani, akademikët e rinj ishin elmuar e gjitha, folëm aty ishe liruar drejtoresh e Akshit, në lirimi, kishë kaluar në lirim tjetër, po kështu këshin kaluar në rreth shtëpi njëri që kishte vjedhur 30 shtëpi të fundit tani, bushat, si ti s'dëgjove gjë, e këshin kaluar në rreth shtëpi dhe ai s'del me për të vjedhur, njerin e këshin lënë në burg, po këshin rënë marrëveshje që ta pranonte njeri fajin. Edhe po ky mund të vjedh 15 tani, ky tjetri që u lirua, që është në rreth shtëpi. Pjesën e dytë po s'qepat të gjitha hallet e politikës e të gjitha, ku të gjitha këtu i kanë dorë Edi Rama i pari. Të gjitha, pastaj edhe doktorit që ka të vetat e të gjitha, që nuk i lëshon e të tash. Ka që ishte, faleminderit shumë edhe gjithë stafeve që ndihmuan e ditë, të nderuar, zoti Dashit faleminderit, zoti Arlind faleminderit, dhe zoti Pres dhe zoti Bushat shumë faleminderit. Natën e mirë, javën e ardhshme, këtu na keni, do të flasim prapë, do themi çfarë të doni ju, ndoshta dëgjoni, ndoshta zgjoni. Natën e mirë.